Një kapitull i ri tragjik po shkruhet në Gaza City. Ushtria izraelite ka shpallur paralajmërimin e fundit dhe ka nisur një ofensivë brutale mbi qytetin, duke shkatruar bloqe të tëra banimi me mjete shpërthyese të telekomanduara. Sipas raportimeve të Al Jazeera, tanket izraelite janë pozicionuar rreth periferive të qytetit, ndërsa civilët palestinez përballen me një zgjedhje të pamundur, të ikin nga syt këmbët ose të rrezikojnë jetën në një qytet në flak. Teknologjia luftarake që po përdoret për herë të parë në këtë shkallë përshkruhet si robot vdekje. Makina të drejtuara nga distancat, pajisura me eksploziv, të cilat po hidhen në erë nëpër lagjet populluara. Ky eskalim ka shkaktuar reagim të ashpër në arenën ndërkombëtare. Në Itali, sindikata më e madhe kombëtare ka shpallur një grevë të përgjithshme, duke paralizuar qendrat urbane në shenjë solidariteti me civilët palestinez. Protestat ngjashme janë mbajtur në Paris, Berlin, Londër dhe Athinë, me qytetarë që mbajnë pankarta ndaloj gjenocidin në Gaza dhe fëmijët nuk janë terroristë. Ndërkaq qeveria izraelite ka ndaluar flotiljen e fundit ndërkombëtare të ndihmave për të hyrë në Gaza, duke thelluar krizën humanitare. Organizatat e OKB-s paralajmërojnë se më shumë se 600.000 civil mund mbeten pa ushqim dhe ndihmë emergjente brenda javës. Kjo ofensivë shënon një kthes të rrezikshme në krizën izraelito-palestineze, e cila po destabilizon më tej rajonin. Reagimi i shteteve arabe ka qenë i zbet, ndërsa aleatët perëndimor vazhdojnë ta trajtojnë situatën me gjuhë diplomatike, por pa presion konkret ndaj Tel Avivit.